Ndeshjet e radhës të vlefshme për eliminatoret e Euro 2026 për mosha deri në 21 vjeç do të jenë një shans i artë për komisarin teknik të Gjermanisë, Antonio Di Salvo, për të integruar lojtarët e rinj. Kështu në listën e bërë publike ditën e djeshme nga trajneri i Gjermanisë U21, spikat emri i Arion Ibrahimović, i cili deri pak javë më parë ishte në bisedime konkrete me drejtuesit e Federatës Kosovare të futbollit për t'u bashkuar dardanëve. 19 vjeçari i talentuar kartonin e të cilit e zotëron Bayerni i Muniut, i cili është kontaktuar edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, duket se ka vendosur për të marrë një tjetër rrugë. Nëse do të ketë sukses me ekipin shpresa të Gjermanisë, atëherë federatat e tjera, të cilat kanë shpresuar për ta grumbulluar sulmuesin e Heidenheimit, do të duhet të dorëzohen. Një tjetër risi e listës së shpallur nga Di Salvo për takimet me Maltën dhe Gjeorgjin është edhe emri i 17 vjeçarit të Bayernit, Lennart Karl, i cili ka djegur etapa duke grumbulluar me U21-shin, edhe pse është vetëm 17 vjeç. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka qenë prezent në ndeshjen e Bundesligës mes Hoffenheimit dhe Heidenheimit, ku në fush u paraqitën plot 5 futbollistë kosovar. Tek Hoffenheimi u aktivizua treshja e kombëtares Albian Hajdari, Leon Avdullau e Fisnik Aslani, i cili shënoi edhe gol, kurse për Heidenheimin luajtën 2 futbollistë të cilët po i ndjek Kosova, portieri Dian Taramaj dhe mesfushori ofensiv Arion Ibrahimović, i cili është në pronësi të Bayernit, të Muniut, dhe Gazeta Ekspres nga burimet e saj të sigurta ka marrë vesh ekskluzivisht se kreu i FFK-s, i cili ishte i shoqëruar edhe nga kryetari i dardanëve Lulzim Berisha, është takuar me dyshen Rama Ibrahimović, krahas treshjes Hajdari, Avdullau dhe Aslani. Dhe ky burim i ka thënë gazetës se takimi ka qenë pozitiv dhe shpresdhënës se të dy lojtarët mund të përfaqësojnë Kosovën në të ardhmen. Më vonë Ademi e bëri një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke shprehur hapur kënaqësinë që i pa në fushë njëkohësisht në një ndeshje të Bundesligës plot 5 futbollistë nga Kosova, ndërkohë që tha se shpreson që t'i shohë edhe Ramajn dhe Ibrahimovićin në fanellën dardane. Gjithashtu merret vesh se Ibrahimović është më afër kombëtares së Kosovës se sa portieri Ramaj, i cili ndërkohë po e pret edhe kombëtaren e Gjermanisë për një ftesë të mundshme. E teksa Kosova kërkon talente në të gjithë Europën që të veshin fanellën e kombëtares në të ardhmen, duket se Arion Ibrahimović do ta vesh atë shumë shpejt, madje që në ndeshjet e ardhshme kualifikuese për Kupën e Botës kundër Slovenisë dhe Zvicrës. Ibrahimović aktualisht luan për Heidenheimin, ku dje u takua me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Kështu raportojnë edhe mediat bosnjake për këtë takim. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, foli me Arion Ibrahimovićin. Talenti i Bayernit i uazuar në Heidenheim është shumë afër fanellës së ekipit kombëtar të Kosovës, thot Ylber Kelmendi. Nuk ka dyshim se Arioni mesfushor tashmë do të ishte një përforcim i madh për ekipin kombëtar të Kosovës, i cili ka sjell talente të shumta në flamurin e saj dhe ka një ekip kombëtar vërtet të respektueshëm, shkruan media bosnjake Sport. Portieri Borussia Dortmundit Dian Taramaj, i cili është gjithashtu i uazuar në Heidenheim, por që flitet se nuk dëshiron të luajë për ekipin kombëtar. Agim Ademi po shkon për gjithçka ose asgjë në rastin e Arion Ibrahimović dhe Dian Taramaj. Shefi i futbollit të Kosovës me sa duket ka arritur ta bindë Ibrahimovićin që të luajë për fanellën e vendit nga vjen dhe do të shohim nëse kjo do të ndodhë edhe me portierin 24 vjeçar, shkruan më tej media bosnjake.